Tung tetat e diellit me që shumë shpesh më pyesin se çfarë han diellin mëngjes të drejtë në darkë, sot kam vendosur me bën një video. Kjo për me ju dhënë pak më shumë ide edhe juve. Në mëngjes ka hangër vetë dhe avokado. Mandej kur kemi dalë me pi kafe, jemi hyrë në furrë edhe ka pas shumë zgjidhje normal, po këto nuk ja ku marr një kifle të thahet. Dielli i shijon shumë e hangër diçka ndorë gjatë kohës sa jemi në kafe. Për këtë arsye, kujdesemi që gjithmonë me pas diçka me vete. Pas kafes, jemi nisë për me shku të shtëpia. Si mes shujt, para gjumit, kemi hangër kos. Zakonisht hajmë kos rogove, edhe dielli i shijon jashtëzakonisht shumë. Pas gjumit, për drekë, kemi vendos me hangër patatet kuqe të pjekun. Derisa është pjek patatja, ne i kemi shiku librat e diellit edhe një herë, edhe kemi bua aktivitetet që me kalu koha pak ma shpejt. Patatja është gati. E kemi hap që me uftof pak ma shpejt. Përveç pamjes edhe shijen e ka pas tepër të mirë. E me që moti ke shumë i mirë, kemi dal jashtë, kemi lujt. Përveç qenit i kemi pa edhe pulat. Qysh po mundeni me dëgjua dhe prej zanit, dielli ka qenë tepër i gëzun. Pas e kena hy brenda, kena hangër moll. E për darkë kemi hangër çorb me patate.